إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, për ti ndihmë dhe falë kërkojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë si çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet pas Allahut subhanahu wa taala, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jalla neve na ka begatuar si ummet duke na e përsos fen që e kemi, që na ka dhënë ai, po edhe na e ka përsos subhanahu wa ta'ala. Andaj tha Allahu në Kur'an: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati." Sot e kam përsos fen e juve dhe i kam plotësuar dhuntitë e mia ndaj ju, wa raditu lakum al-islam dina, dhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja juve. Andaj ne si musliman nuk guxon dhe nuk ban asesi që të mundohem e të hulumtojmë, e të huazojmë, e të importojmë rituale, e festa, e bindje të huja, të jo besimtarëve në fen tonë, për arsye se kemi një fe që Allahu nuk e paskalon të mangot e me ardh dikush me plotsu, po e ka përsos vetë dhe ka kompletu subhanahu wa ta'ala. Shtoj kësaj se dhe Allah Azza wa Jall çdo fe tjetër e ka shfuqizu dhe ka thonë se feja vetme që unë e pranoj është Islami, që këtë Islam ti ta ka thonë: "Inna ad-dina 'inda Allahi l-Islam." Feja e vetme që pranohet Allah është Islami. Mirë, gjatë tyre ditëve të fund vitit, besimtari duhet këtë parasysh diçka vëllezër, që është shumë e rëndësi. Ajo është që ti si besimtar a guxon me i festu festat e huja? Gjatë tyre ditëve vëllezër blehet pemë e njohur, ndriçohet e zbukurohet ajo dhe shtëpia, e dikush gatun, e përgatitën ëmbëlsira, e paketa, e dhurata, e urata, e gëzohet, e feston. Këto këtë çka tregojnë vëllezër? Tregojnë se ajo ditë e kanë ata fest. E ka kush? E ka një besimtart, jo muslimant. Mirë, unë edhe ti si musliman, a lejohet me u bashkangjit në festat e tyre, në gëzimin e tyre, kremtimin e tyre? Përgjigjja më e mirë është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e kanë nxjerrë Imam Abu Dawudi dhe Imam Nesai në sunenet e tyre, nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili tha: "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima." Ardh pejgamberi alaihi salatu wassalam Medinë dhe i gjet banorët e Medinës duke i kremtu, duke festu dy festa, dy ditë, si festa tyre. Dhe u interesu pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i tha: "Ma hadhani yawmani?" Çfarë ditë janë këto që po i festoni? Tha: "Ja Rasulullah, janë dy ditë që kemi festu qysh në xahiljet, kohën para Islamit." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Inna Allaha qad abdalakum bihima khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr." Tha: Allahu subhanahu wa ta'ala va ka zavendësu këta dy ditë me dy ditë tjera që janë më të mira, dita e Kurban Bajramit dhe Fitr Bajramit. Hadithi është shumë i qartë vëllezër. Nuk ka kur një farë hapësire për me shtremru atë, po tregon qartazi se ti si musliman e ki veç dy festa, të cilat ti dush me i festu, dhe veç dy festa që ti dush me gëzu në ta. Andaj ulemaja ka thonë që ketë për konsensus me pajtimin e çdo njanit për tëre, se është ndaluar të festohet jashtë këtyre dy festave. Në mesin e tyre edhe disa prej ulemave të Hanefi vëllezër, që do t'i përmendi tash në hutbe, dy prej tyre e kanë kalu rastin bele ka thonë edhe ma ketë se sa veç harami, për të kanë edhe ma të qartë. Dëgjoni fjalën e Abu Hafs al-Kabir al-Hanafi rahimahullah, i cili thot: "Kush do që ja dhuron një vezë si dhurat në ditën e Neiruzit,
Dita e Nairuzit ka qenë viti i ri i persianëve. E më pas tyre kanë marrë krishterët, edhe ata pastaj një ditë tjetër që me festu si vit ri. E thot kushdo që jep një dhurat, ta'dhimen lil yawmi faqad kafara billahi wa ahbata a'malahu. Duke e madhëruar ditë. Do me thonë jep një dhurat dikujt, duke e madhëruar ditë që nuk është dita jote. Që nuk është ditë që festohet thatë, po është ditë që festohet në bazë të besimit. Besim që bjet ndesh me besimin tanë. Nëse te madhron sikur se kanë madhru ata, thot ke bë kufër në Allahun, dhe të janë asgjësu veprat tuaja. Kështu po thot ky dietar. Dëgjoni një tjetër, Ebul Hasan ibn Mansur al-Hanafi rahimahullah çka thot? Thot men ishtara fihi shay'an lam yakun yashtarihi min qabl fi ghayrihi. Thot kush blen diçka gjatë atyre ditëve që nuk e ka ble çara ditë. Dhe kush do që jep dhurata që nuk i ka dhënë më herët. Dhe e madhron atë ditë, edhe atë ditë sikur se e madhrojnë ata, ka bë kufër sikur se kanë bë ata. E nëse e feston dhe gëzohet gjatë atyre ditëve, veç për pikë qefit, jo duke madhruar ditë, po pse ka të lirë, me ketë ka hyrë në haram të madh. Pra çështja është mes haramit të madh dhe kufrit, jo më poshtë se sa kjo. Andaj përfund o vëllezër, ti që i kënaqur që Allahun me pas Zot, e Islamin me pas din, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me pas pejgamber, nuk ban asesi që ti ta festosh një fest të jo besimtarëve, e as të marrësh pjesë çfarë do mënyrë qoftë, duke ble ose duke shit, çka do që ka të bëjë me festën e tyre, bile edhe duke uru. Po vëllazër, edhe urata është pjesë e kësaj ndalese. Dëgjoni një fjalë të Ibn Qayyimit me cilën po e përfundoj hutbën, thot wa amma at-tahni'atu bi sha'air al-kufr al-mukhtassati bihi fa haramun bi-ittifaq. Ka thënë kushdo që uron një fest që është ngritur, që është e lidhur me kufrin e tyre, me besimin e tyre, thot kjo është haram me pajtimin e gjithë ulemave. Nëse ti gjen sot do një fetva djathën të majt, aty e këtu, e lexon ose e dëgjon të dikujt, dije që Ibn Qayyimi ka njoftë ulemat më mirë se sa ai që është sot. Që thot se s'prish punë. Jo, Ibn Qayyimi po thot edhe urata prish ka punë shumë, haram. E mos flasim për diçka tjetër. Lutim Allahun azza wa jall të na falet, na mëshiron, e të na përmirëson, e xhenetin të na adhuron nga zjarri të na shpëton. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.